Ne këtu në OKB kemi pranë Ministrin e Jashtëm të Shqipërisë, vëndës kryeministrin Ilir Meta. Zoti Meta, mirë se erdhët në programin tonë. Përshëndetje. Zoti Meta, ju keni padur natyrisht një sër takimesh dypalqe, mjaft takime të shatë dypalqe dhe shumë palqe këtu në OKB. Shkurtimisht, cili ka qenë thelbi i diskutimeve tuaja, çështjet kryesore për cilat është diskutuar? Në takimet shumë palqe, qëllimi ynë kryesor ka qenë afirmimi i Shqipërisë si vend i angazhuar për të marrë dhe përndar përgjegjësitë e saj në sfidat kryesore globale sot, të cilat kanë qenë edhe në qendër debateve kryesore, që nga ndryshimi i klimës, përpjekjet për një botë më të sigurt, për ndalimin e përhapjes së armëve bërthamore, por natyrisht që ne kemi qenë dhe jemi tepër të angazhuar për të shfrytzuar këtë mundësi këtu, për të nxitur më tej përkrajen e gjithë vendeve të Bashkimit Evropian, sidomos në drejtim të procesit të liberalizimit të vizave të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian dhe së dyti për të përparuar në procesin ton të aplikimit si një vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që i çështje shumë e rëndësishme që ka dominuar përgjithësia agjendën tonë kanë qenë takimet në funksion të nxitjes së mëtejshme të njëjeve ndërkombëtare për shtetin e ri të Kosovës. Zoti Meta, ju e njihni mjaft mirë Partinë Socialiste dhe socialistët sot po zgjedhin kryetarin dhe do të vendosin se ç'do të bëjnë me çështjen e bojkotit. Cili është tragimi juaj, mendimi juaj? Për mua nuk është e rëndësishme nëse socialistët zgjedhin zotin Rama apo zotin Lakrori. Për mua dhe për gjithë shqiptarët besoj se është e rëndësishme që socialistët zgjedhin rrugën që shpejton integrimin e Shqipërisë në Europë, pra të zgjedhin Europën, duke i dhënë fund bojkotit, si një politikë tepër e vjetër, destruktive dhe e cila nuk sjell as pak shanse më të mira edhe për vetë socialistët për të marrë përgjegjësitë që takojnë në procesin e integrimit evropian të vendit. Zoti Meta, me që jemi te kjo temë, hyrja juaj në koalicion me PD-n, a ju ka larguar përfundimisht nga e-majtat tradicionale? Absolutisht që jo. Ky koalicion tregoi edhe një herë tjetër se Lëvizja Socialiste për Integrim është i forcë e-majt europiane, progresiste dhe liberale, e çliruar nga dogma të tilla, të cilat nuk e ndihmojnë politikën shqiptare, që zgjidh problemet më të mëdha që kanë qytetarët tanë dhe mbi gjitha që të jetësoj sa më shpejt ëndrrën e tyre për integrim evropian. Zoti Meta, çfarë të reje ofron LSI-ja brenda koalicionit me Partinë Demokratike, domethënë brenda koalicionit qeveritar? A do të shërbeni ju si një oponent ndaj kryeministrit Berisha, të cilën të kaluarën e keni akuzuar ashpër për korrupsion dhe për presion ndaj institucioneve? E reja që Lëvizja Socialiste për Integrim ka sjell me këtë koalicion është jo vetëm rritësia që për herë të parë kemi një koalicion të tillë në vendin tonë, falë edhe sistemit proporcional që u aplikua për herë të parë, por mbi të gjitha kemi një koalicion që ndërtohet mbi një marrëveshje politike dhe programore, ku Lëvizja Socialiste për Integrim ka të vendosur qartë edhe prioritetet e saj kryesore dhe madje edhe disa nga premtimet më kryesore që shoqëruan dhe fushatën tonë elektorale. Pra është i koalicion mbi të gjitha programor dhe është një koalicion që do të jetë në interes të gjithë vendit. Zoti Meta, përpara zgjedhjeve, ju e konsideroni një mashtrim premtimin si të Partisë Socialiste, ashtu edhe të Partisë Demokratike për krijimin e 100.000 vendeve të reja të punës në Shqipëri, ndërkohë që në programin e qeverisë parashikohen 160.000 vende të reja pune. Çfarë ka ndryshuar? Mendoj se angazhimi ynë ka qenë i mbështetur mbi argumentat tona për hapjen e 100.000 vendeve të reja të punës gjatë 4 viteve që vinë. Natyrisht që ka qenë një insistim i Partisë Demokratike për të vendosur në programin e qeverisë një objektiv i cili ka qenë i saj përpara këtyre zgjedhjeve për 160.000 vende të reja pune dhe ne dëshirojmë që madje të kalohet ky objektiv, pavarësisht se është tepër ambicioz,
Por mbi të gjitha ajo që është e rëndësishme është se punësimi është një prioritet madhor i këtij koalicioni dhe kësaj qeverie dhe besoj se qytetarët do t'i vlerësojnë përpjekjet për t'u përqendruar tashmë në hapjen e vendeve të reja të punës dhe për të investuar në ata sektor të cilët të krijojnë mundësi për të hapur këto vende të reja. Shkurtimisht, zoti Meta, kemi edhe pak kohë me satelitin. Çfarë po bën Ministria e Jashtme konkretisht për të lobuar për Kosovën? Mendoj se edhe pjesëmarrja në këtë sesion dhe i pjesë e mirë e takimeve janë funksion të njohjeve të reja për Kosovën. Ministria e Jashtme dhe qeveria shqiptare prekosh dhe shteti shqiptar janë angazhuar për njohjen e Kosovës dhe kjo ka sjellë rezultatet e saj. Natyrisht që kërkohet një angazhim i ri, pasi besoj se në javët dhe në muajt që vijnë do të kemi shumë sfida, ashtu sikurse është edhe vetë diskutimi për çështjen e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare, por unë jam optimist se ky është një proces i pandalshëm dhe ne po koordinojmë ngushtë edhe me qeverinë e Kosovës dhe me qeveritë e gjithë vendeve të tjera, të cilat kanë qenë të bindura se pavarësia e Kosovës shumë e rëndësishme për stabilitetin e gjithë rajonit tonë. Zoti Meta, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit.